Si non, sa të ka ndihmu, qysh e ke trajtu komplet profesionin, a ke pauzu, qysh ke qenë aktive kur ka qenë djali i vogël, sa ke qenë prezente në jetën e djalit? Unë me thonë që masi ka bu djali 1 muj, unë e kam fillu prap, jom aktivizu me punën. Jo që kom dasht, po u dasht. Profesioni ka kërku, puna ka kërku. Ka kërku edhe profesioni, dhe nuk është që qatë kohë, unë jem kanë shumë e pasur. Realiteti. U dasht me shku me punu, se ndryshe buke vezë. Unë bëj hajgare, thëmë, na këngëtarët një ditë, për shambull, mos me punu jena marum. Nështë edhe shpenzimet e mdoja. Shumë. Kom dëgju shumë artistë që... Se dhe kitë se nuk e shë publiku, për shambull. A e din sot duhet me dhanë ti për me marë. A e din sot duhet me dhanë. Klipat, këngët, supportet, fotot, veshjet, dukjet, gjitha këto kushtojnë. Asgjë nuk është faljas. Jo, asgjë nuk është faljas. Edhe ka një kost, ndoshta që publiku nuk e sheh. Edhe pse thojnë atë fjallën, edhe një femën, bota sillet rreth edhe, nuk është edhe qashtu valla. Ti nuk e ke ndje aslet? Jo. Edhe s'du bela me ndje letë, se nuk du me ndje letë, se nuk du mu mësu me qata. Se unë jë mësu me punu. Ku mësosh me punu me kane pambarë, nuk mund është bre, dyqysh, hajtë n'hajtë. Ndoshta edhe për kushtimi, karakteri personit dallon, pastaj këto janë njerëz që dikush e merr pak me përkushtim më të madh, dikush e ka pak më të lehtë. Kisha dashur të me pas ashtu më të lehtë. Artistat i kam dëgjuar fakt shpeshherë që e kanë këtë që thonë se ndoshta ka pas artistë që edhe në pandemi, gjatë kohës pandemisë, kur s'kan pas koncerte, janë konë domethënë pa para fare. Që s'kan mendu edhe nuk e kanë ditë se ka marrë pandemia edhe nuk kanë kursi kur gjë, kështu që pavarësisht fitimeve të mëdha, nuk kanë pas shumë lek në atë kohë. Vështirë ka qenë valla për krejt. Jo vetëm për mua, po për krejt.